Helmohen 10 nxënës në një furrë buke në Vitomirisë të Pejës. Disa nxënës të shkollës së mesme të Ullit 7 shtatori në Vitomiricë kanë shfaqur shqetësime shëndetësore gjatë ditës së djeshme, pasi kishin konsumuar mëngjes në një furrë pranë shkollës. Burimet bëjnë të ditur se më shumë se 30 nxënës kanë marrë trajtim mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare të Vitomiricës, që ndodhet pak metra larg shkollës, ndërsa disa të tjerë edhe në qendrën e mjekësisë familjare në Pejë. Disa nga prindërit e nxënësve me shqetësim kanë konfirmuar se fëmijët e tyre kanë marrë infuzione pas helmimit. Ndërkohë konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi. Gashi tha se mbrëm është njoftuar policia rreth rastit që ka ngjarë. Sipas informacioneve të deri tanishme që kemi, drejtoria e shkollës është njoftuar rreth orës 10 të mëngjesit se disa nxënës kanë shqetësime shëndetësore. Disa prej nxënësve janë bartur me autoambulancë për në qendrën e mjekësisë familjare aty afër dhe kanë marrë tretman mjekësor, e më pas janë liruar në shtëpi. Me urdhër të prokurorit është ftuar për intervistim drejtori i shkollës, i cili ka dhënë deklaratën e tij. Rasti është duke u hetuar nga njësitet përkatëse, tha Gashi.